zoni më i keq, dini cili është? Që njeri mund me një herë zonin më të keq në botë. Me e piskat me kush që ka zonin e keq, a di cila ushtim më e keqe? Në momentin kur ti të shtrin vorë, ti vënojnë drasat edhe ta qesin dhejvin. A dini atë zonin bu. E keni li, apo? Qaj zoni atë zonin më i keq që më shme. A di pse? Se që ati e di se ma gjithë që ka marrë. Edhe në qatë moment ti je në vorin ta. Edhe vinë me la që ti bojnë pyetjet, apo? Zoti jonë kusha? Allah, shumë letë, apo e thojnë? Kusha pejgamberi jonë, Muhamedi alayhis salam? Kusha feja jonë, Islami, apo? Shti shumë letë, apo? Veç gjunahi e dini kur aktivizohet, kur bota aktiv gjunahi që e kimu. Në momentin kur ti do me thonë fjalin la ilaha illallah tu dek, edhe në momentin kur ti je përgjigjet. Hajde trash në gune juve dhe thuj Allah. E trash gune, së në qëta, apo? E Allah ka me ta trash gunën tane, në momentin kur ti lip me thanën fjalin se Allah ja zotin. E nëse i thuti tu tre përgjigjet, nëse shkon rrugës drejt xhenetit, njëherë Allah ta kthen ftyrën tane ka zjarri i xhenemit. Parë ta çel Allah dritarën e xhenemit. Edhe të me lagjet e eshet ç'ki zjarr. Nëse shikon pi muslimanëve, pi besimtarëve që e ki adhuru Zotin, nëse shikon pi ative që e kishë mund Zotin, që ty ishte konvenion, po tash ta rrotlloj ftyrën tane ka dritari e xhenetit, edhe tan jetën tane kime pa xhenet. Edhe ai që e ka mohu Allah, që se ka dasht Allah, na është akon veç musliman me emër. Kur t'hijen vërë, ma në men, ja kthej njerë ka dritari a xhenetit, ja do zemra më konë që ti. I thonë, nëse i shikon pi besimtarët mirë, që ty e kështë pa dhvini, hajnë tash ka zjale xhenemi. Pim vërë Allah ti jep sinale, ti a i e këni. Se nuk dhjetë definitivisht në vërë ti a i e në xhenet. Gjykimit e Allah.